2 ditë të fundit, së bashku me zonjat Albana Vokshi, Jorida Tabaku dhe Enrik Qenon, Genti Strazimiri, morën pjesë në punimet e Asambles Politike të Partisë Popullore Europiane. Ajo çka unë mund të raportoj sot, përveç një seri takimesh që zhvilluam me përfaqësues të partive si motra, takime bisedat shkurtra me presidentin e EPP-s, me kancelarin e Austrisë dhe me përfaqësues të vendeve tjera mike, pas Ukrainës, Shqipëria ishte në epicentër të punimeve të Asambles Politike të Partisë Popullore. Për Shqipërinë, Asamblea miratoi raportin e misionit faktmbledhës që dërgoi të përbërë nga 27 antar në datën 26-27 shkurt të vitit 2006. Dhe po për Shqipërinë, Asamblea miratoi një rezolut të veçantë, kushtuar Shqipërisë dhe gjendjes të Shqipërisë. Unë shfrytëzoj rastin të shpreh mirënjohjen më të pak kufishme për drejtues të Partisë Popullore Europiane, presidentin Weber, sekretarin e përgjithshme Montserrat, të gjithë ata të cilët erdhën në misionin faktmbledhës në Shqipëri, për raportin do të thosha të jashtëzakonshëm që ata publikuan dhe miratuan dje në Asamblenë Politike të EPP-s. Raporti është një pasqyrë e veçantë, besnike, si asnjëherë më parë në historinë e vendit, e Shqipërisë regjimit të Edi Ramës, regjimit që ka shtuar zgjedhjet në farsë elektorale, regjimit që ka përqendruar të gjitha pushtetet në një dorë, që kontrollon mediat dhe drejtësinë, regjimit bazuar në kapjen e shtetit, drogën, krimin dhe korrupsionin. Kur ndonjëherë në një raport ndërkombëtar, të vërtetat e hidhura të Shqipërisë nuk kanë dalë aq qartë sa në këtë raport. Raporti ka një bosht, dhe mund të them se boshti i tij është kapja e shtetit. Shqipëria është një shtet i kapur nga krimi, droga, organizatat kriminale. Shqipëria, sipas raportit i cili citon Videmin,
nuk bëri zgjedhje as të lira as të ndershme, por përkundrazi, me deficite të thella të mëdha në parimet themelore të procesit zgjedhor. Shqipëria, sipas raportit, ka ndërtuar një rrjet patronazhistësh, sistemin e blerjes votës, ka angazhuar grupet kriminale për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve. Ka zhdukur linjë ndarëse midis institucioneve të shtetit dhe strukturave partjake. Shqipëria pra është vendi në të cilin narko-eurot janë shtruar në një faktor që po shkatrojnë ekonominë shqiptare, vendi në të cilin gara nuk ekziston, ose është krejt fiktive, makineri gjigande e larjes parave të krimit të drogës, vendi në të cilin zyrtarisht mbrohet korrupsioni. Raporti ndalet plotësisht në dosjen Balluku. Në qëndrimet e Edi Ramës ndaj kësaj dosje që implikojnë atë direkt, në sulmet që Edi Rama i bën prokurisë dhe gjykatës për këtë dosje, ndalet tek Akshi. Dorezez e ti në dosjen e Akshit. Ndalet te koncesionet dhe PPP-t, tek prokurimet publike me klientel. Edhe këtu nuk ka garë, nuk ka linjë ndarëse. Gjithçka e përqendruar në duart e Edi Ramës. Kur ndonjëherë një raport i tillë nuk është votuar në një organizat kaq prestigjioze, kaq rëndësishme, siç është Partia Popullore Europiane. Raporti sugjeron qeverinë teknike si zgjidhje për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Mbështet Partinë Demokratike në gjitha përpjekjet e saj në kushtet më të vështira. Pra, kemi të bëjmë me një raport si asnjë tjetër më parë. Unë e di që Edi Rama bën gjithçka ta censurojnë, por unë ftoj mediat, ftoj qytetarë shqiptar ta lexojnë atë raport. Për të pa se cili është qëndrimi i Partisë Popullore Europiane, parti e cila de facto me qeverit në pushtet qeverisë Europën. Bazuar në këtë raport, në të njëjtat terma qëndron rezoluta e miratuar, në të njëjtat denoncime, në të njëjtat konstatime, në të njëjtat sugjerime. Por, me qenë se raporti ishte i shkurtë, thash,
dhe ka pasuruar me disa ndryshime. Duhet të them se rezoluta jep mbështetje të fuqishme protestës rinore qytetare në Tiranë. Dhe ne përdorëm mundësitë e krijuara për të hedhur poshtë propagandën armiqësore të Edi Ramës, i cili, siç u informuam, ka shpërnda me qindra dhe mijëra mesazhe në të gjithë elitën europiane, në të cilat e paraqet lëvizjen e idealeve më fisnike rinore të trive shqiptar, si një lëvizje të organizuar dhe të frymëzuar nga garda revolucionare famzez e Iranit. Në një përpjekje për ta damkosur ndërkombëtarisht këtë lëvizje. Edhe në biseda të veçanta, por dhe në fjalën time që mbajta, garantova të pranishmit se ajo është një trillim i paskrupull të Edi Ramës, se ajo është një lëvizje, një shpërthim i idealeve më fisnike, më të larta të rinisë shqiptare dhe qytetarëve shqiptarë. Dhe se Edi Rama po përpiqet me çdo kusht ta përlyejë pa asnjë fakt, bazë as dokument. Sikundër, informova se ka angazhuar kompani të huaja, ka angazhuar shuma të mëdha, një numër të madh, një armat të tërë në betejën kundër algoritmit. Vetëm e vetëm që t'u marrë protestuesve algoritmin. Dhe se ai merret në kundërshtim me çdo ligj, me të dhanat tyre personale, me të cilat kërkon të identifikoj një lëvizje qindra mijëra qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora kundër tij. Konstatova me kënaqësi një mbështetje të madhe për këtë lëvizje dhe kjo u sankcionua dhe në rezolutën që Asambleja Parlamentare e Partisë Popullore miratoi për Shqipërinë. Faleminderit. Zoti Berisha, Klajdi Bot dhe Syri Televizion, duke ndalur tek protesta dhe duke qenë se edhe rezoluta e Partive Popullore e ka përmendur dhe e ka mbështetur. Keni një koment në lidhje me sjelljen e djeshme dhe dhunën e ushtruar nga policia në drejtim të protestuesve? Sjelljen e policisë? Po. E kam dënuar që dje nga Vjena, e kam quajtur një egërsi shtazore. E kam quajtur një egërsi shtazore. Unë kam pa Saudi emrat, përveç Goxhajt, që e ka shpall Edi Rama agent të këtij e të atije me radhë, të cilët absolutisht nuk po kryenin asnjë akt dhune.
Për kundrazi, po mbani i qëndrim, mund të them edhe dashamirës ndaj policëve, po ju ofronin ujë në atë vapë të mërshme. Dhe vërsulja me tërbim ndaj tyre. Ajo skena me atë djalin me bluzë të zezë, ajo rikujtonte skenën e Zvërnecit. Edhe atë djalin e zvaritën 4-5 burra metrat e tëra. E çfarë kishte bërë ai? Asgjë, u lirua. Pra, ishte një egërsi shtazore e dëshmuar ndaj protestuesve. E kam dënuar dje, e dënoj me forcën më të madhe. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.